Çdo familje shqiptare që shpenzon në supermarkete, në markete lagjesh, tek fermeri, fshatari, që blen produktet për tryezën e familjes, ka vënë re një shifër të jashtëzakonshme, atë të rritjes së çmimeve. Sot çmimet shqiptare janë barazuar me ato europiane. 22% janë rritur çmimet në 10 vitet e fundit. Ndërkohë që pagat jo. Vetëm 3% as sa norma e inflacionit në këto 10 vitet e fundit. Të ardhurat e një familje shqiptare 40% shkojnë sot për ushqime. Kemi çmimet europiane, ndërkohë që pagat janë shqiptare. Një familje me 4 pjesëtar i duhen 66.000 lekë për të jetuar në një muaj, ndërkohë që paga mesatare është 73.000 lekë. Si mundet një familje shqiptare të jetoj, të mbijetoj në këtë realitet ekonomik? Dëgjojmë qeverinë që çdo ditë propagandon rritjen ekonomike, propagandon faktin që sot është rritur GDP-ja. Po rritja e produktit të brendshëm bruto fatkeqësisht ka shkuar tek një grup i vogël njerëzish, ka shkuar në një industri të vetme, sepse ekonomia shqiptare nuk prodhon më. Sot e gjithë rritja është përndar vetëm tek ndërtimi, me 15, maksimumi 20 kompani që marrin tendera, koncesione, që marrin leje ndërtimi e që përfitojnë e përjetojnë këtë rritje ekonomike. Ndërkohë që 95% e qytetarëve shqiptar sot nuk e ndjejnë as në xhepat e tyre, as në tryezën e tyre. Kriza e dytë e ekonomisë shqiptare është emigrimi. Kjo krizë e ekonomisë që vjen edhe si rezultati konsumit më të ulët, edhe si rezultati investimeve më të ulta, edhe si rezultati faktit që sot familjet shqiptare po detyrohen që t'i çojnë jashtë fëmijët e tyre, duke hasur në shumë ure, duke mos gjetur zgjidhje, i kushton ekonomisë shqiptare. I kushton edhe për faktin që sot të ardhurat që vijnë dhe nga emigracioni janë 30% më pak se ç'ishin vite më parë. I kushton edhe për faktin që gjithë këto persona nuk po konsumojnë më në Shqipëri, e ndihet edhe në konsum. Nuk po përdorin më sistemin bankar shqiptar, e ndihet njëkohësisht dhe te kreditimi i familjeve e bizneseve. E kriza e tretë e ekonomisë shqiptare lidhet sigurisht me prodhimin. Sot ekonomia shqiptare është një ekonomi që nuk prodhon më. Është një ekonomi që ka shtëruar, është një ekonomi që nuk ka një model ekonomik e një vizion ekonomik, sepse ne nuk ditëm të ndërtonim. Ne ndërtuam një ekonomi llaçi e tullash. E gjithë rritja ekonomike e viteve të fundit ka shkuar tek ndërtimi. Ndërkohë që bujqësia, që ishte një nga sektorët kryesor, nga 20% ka shkuar në 16% produktit brendshëm bruto. Sot ekonomia shqiptare nuk mbahet më as nga sektori fason që deri dje prodhonte dhe eksportonte. Sot një sektor me 175.000 punonjës ka rënë në pothuajse 100.000 punonjës vetëm si rezultat i zhvlerësimit të euros. Dhe ky model ekonomik që nuk prodhon, që nuk eksporton, po thjesht riciklon paratë e pista këtu në sektorin e ndërtimit, është një model ekonomik që nuk është shpërndan të ardhurën tek gjithë. Është një model ekonomik që ka shtëruar, që ka rënduar shtresën e mesme nga njëra anë, e nga ana tjetër e ka krijuar një sistem dhe një ekonomi të pakicës. Ky është sistemi që po protestojnë sot njerëzit atje në rrugë. Ky është sistemi që ka nxjerrë qytetarët të protestojnë. Një sistem, një cikël të mbyllur në pakduar ku pushteti e ndan favoret tek ata që ka më afër, heq taksat, jep privilegje, jep koncesione, jep leje ndërtimi dhe ka kufizuar këtë grup të vogël njerëzish me shpërndarjen ekonomike që i shkon po tyre, me favoret që i shkojnë po tyre. Ndërkohë që 95% e qytetarëve përjetojnë ekonominë e taksave të rritura, ekonominë e çmimeve të rritura, ekonominë e pagave të ulta. Prandaj sot rritja ekonomike nuk shkon tek qytetarët, ajo rritja ekonomike në letër shkon tek një pakicë. Prandaj sot njerëzit janë ngritur e kërkojnë më shumë mundësi, kërkojnë meritokraci, kërkojnë hapje të ekonomisë, kërkojnë garë, kërkojnë më të mirën për fëmijët e tyre. Këto janë 3 krizat e ekonomisë shqiptare, këto janë 3 krizat që kanë ngritur qytetarët në këmbë, këto janë 3 krizat që kërkojnë që të ndryshojnë sistemin e kapur nga ekonomia e pakicës. Ky sistem duhet shmontohet, ky sistem duhet rrëzohet, ky sistem duhet bjerë që të ketë mundësi ekonomike për të gjithë. Përsa kohë që ky sistem, ai parlament, japin favore me ligje, ngrejnë kartonin për të dhënë privilegje speciale, ndajnë koncesionet, partneritetet publike të një grupi vogël njerëzish, ekonomia shqiptare do vazhdojë të mbetet këtu. E vetmja mënyrë për të ndryshuar këtë sistem është ndryshimi i qeverisë. Është ndryshimi i atyre që kanë ngritur këtë sistem tull mbas tulle, favor mbas favori,
dhe kanë krijuar sot një sistem pakice, një sistem privilegjesh, një sistem i cili pa u çmontuar nuk i hap rrugën as Shqipërisë Europiane, as të rinjve shqiptar për ndetur këtu.